Përshëndetje dua të them të gjithë ndjekësve të mi në YouTube. Sot do të fokusohem në një pyetje që më është bërë tek videot e mia, se a e bëjnë narcistët veprimet e tyre, a i bëjnë me qëllim apo nuk janë të vetëdijshëm për atë çka bëjnë ata. Do të mundohem të jap një shembull nga para disa ditëve më është kujtuar edhe unë vazhdimisht pyetja që më intereson edhe mua që një kohë të gjatë është se sa janë të vetëdijshëm narcistët, se sa dëmtuese janë veprimet e tyre për të tjerët dhe a i bëjnë ata me qëllim apo jo. Kam marrë shumë pyetje në këtë drejtim dhe sot do të provoj që të shpjegoj pak a shumë sa unë të kem mundësi. Para disa ditëve më është kujtuar një ngjarje që më ka ndodhur, do të thoja para 27 viteve. Unë kisha një problem me një fëmijë timen që ishte përballë aty ku unë banoja, banesës time këtu në Gjermani, dhe nuk të thotë që ne ishim shoqet e ngushta me atë fëmijën, mirë po kishim një raport të mirë. Unë e ndihmoja për shkak se ajo kishte vazhdimisht nevojë për mua, jetonte vetëm me fëmijët e vet dhe unë mundohesha, edhe pse atëherë nuk e dija mirë unë gjuhën, mirë po provoja që sado kudo të kishim një kontakt korrekt me vete, për shkak se edhe mua më duhej të kisha dikënd aty afër që të komunikoja me te. Mirë po ne patëm një problem mes vete aq të madh, sa që do të thoja që ishte personi që në jetën time do të thoja që nuk më ka lënduar askush deri në atë kohë sa ajo femër. Më ka lënduar shumë për shkak se nuk e kam pritur. Tani mas 37 viteve deri dikun unë e kuptoj se ndoshta ajo nuk ka pasur faj dhe thjesht ajo ka bërë diçka që ka menduar se nuk është edhe aq, sepse disa veprime apo disa gjëra që i kemi në shqiptarët si vlera, për gjermanët nuk janë vlera dhe nuk mund të jem edhe aq e zemëruar sa isha atëherë në atë kohë me te. Thjesht ajo kishte arritur të ma shemte, si të them, atë botën time, sepse isha në një fazë kritike kur unë kisha fëmijët e mi të vegjël, adaptimi në Gjermani nuk ishte edhe aq i lehtë dhe thjesht ajo arriti të më lëndonte tepër dhe do të thoja që në atë moment nuk doja as ta shihja me sy, edhe pse bëja gjithçka që të largohesha kontaktit dhe prisja kur ajo për shembull e shihja se është jashtë, provoja derisa ajo hyj te brenda që mos të dal jashtë. Kështu ndodhi edhe në një ditë kur ajo ishte një ditë tetori, më duket, kur ajo kishte shkuar të blente dikun në dyqan dhe unë kisha djalin e vogël dhe kisha dalë të shetis me te dhe papritus filloi një shi ekstrem i madh më duket se ka qenë edhe breshër dhe e pash nga larg se ajo është duke ju afruar banesës ku ne banonim dhe unë ngadal edhe pse binte shumë shi, djalin e kisha të mbrojtur me atë karrocën, mirë po vetë binte shi pa ndërprerje dhe shiu ishte shumë i fuqim, nuk ngutesha, doja që ajo të hynte brenda, pastaj të hyj vetë, sepse nuk doja në asnjë mënyrë ta kontaktoja, sepse ne kishim pasur një konflikt shumë të madh mes vete. Mirë po e poshtë se ajo nuk po hyn, ajo ishte ndalur sepse ishte me bicikletë, ishte ndalë te bicikleta dhe tash po fundit unë po shkoj mrena për shkak se shiu do të më bëj, nuk ishte edhe aq e këndshme. Po afrohem aty te rruga para hymjes dhe e shoh ajo sa po kishte marrë ato keset apo i kishte blerë sepse këtu në Gjermani ka edhe kese që janë të letrës dhe sa i ka fut durt me i marrë me qu nalt prej bicikletës, komplet ajo që ka kishte blerë ju shpërndanë aty në tokë dhe para derës, ju thyn disa gjëra, kishte blerë më duket edhe vezë dhe ushqime të ndryshme, komplet të dy keset që i kishte
ato ju shpërnda ushqimin e rrugë. Unë pa prit, veç e kam afruar djalin aty te streha dhe kam fillu t'i mbledhi gjërat e saj komplet dhe bëra një grumbull, i afrova tek para derës së banesës së saj, 2 herë dola dhe i grumbullova gjërat. Ajo u shtang me një moment, vetëm ka shqyrë kështu, si është e mundur, nuk i punon të asgoja të fliste. Mirë po unë shkova brenda dhe sa munda që mblodha, kur u futa brenda, thash me vete, a je ti normal? Kujna i ndihmove, për kë u kruse aty, për kë u bëre qoll, si të themi. Unë ika me qëllim që aja as mos të mund të më falenderoj. Mas 2 minutave e posh se cëngëroj zilja dhe e posh se ishte ajo dhe nuk e hapa derën fare. Çka po dua të them është se ne në rast se nga njëherë, jo, po secili nga ne vepron instinktivisht kur është në pyetje diçka kur nuk është egoja, kur nuk është truri, sepse në atë moment nuk isha në gjendje kur e pash se çfarë gjendje është ajo dhe veprova ashtu siç unë jam si njeri. Mirë po sa po hyra brenda, fillova ta analizoj dhe pash se thash kur në jetë nuk do t'i ndihmoja sikur të kisha një mundësi që një pauzë do të thoja, vetëm ta mendoja. Mirë po në atë moment unë veprova instinktivisht. Dhe simas atyre që unë kam lexuar, edhe narcistët veprojnë ashtu. Në çdo veprim që e bëjnë, ata e bëjnë instinktivisht, do të thotë ata bëjnë atë që e kanë mësuar dhe si një program i cili është i ngulitur aty, sepse ne, edhe pse të gjithë ne jemi narcistë të thoja në një farë mënyre dhe duam që të përfitojmë nga tjetrin, mund të gënjejmë nëse themi se ne nuk e kemi mashtruar kur askën, nuk e kemi gënjur kur askën, gjithmonë kemi qenë të sinqert me vete, me të tjerët. Kjo nuk është e mundur, sepse kjo do t'ishte të thoja që vetëm në natyrën e njeriut, nga njëherë është që ne veprojmë edhe instinktivisht dhe pastaj pendohemi. Mirë po, narcistët veprojnë instinktivisht dhe nuk pendohen pastaj. Ata asnjëherë nuk e vëjnë pastaj në pikpyetje, sepse ata nuk e kanë, do të thoja, atë mundësinë, tek ata nuk e kanë krijuar atë mundësinë që të veprojnë në atë mënyrën se si janë të gjithë njerëzit. Mirë po ata veprojnë vetëm sipas programit, sepse atë që e quajmë ne njerëzore, atë që neve na bën njeri, ata e kanë, do të thoja që e kanë varrosur, për shkak se në një kohë të caktuar, kur ata kanë qenë më të vegjël, kur kanë qenë fëmijë, është dashur me patjetër për të mbijetuar që t'i thonë lam të mirë vetvetes, asaj që na bën neve të jemi njerëz të mirë, të jemi njerëz human, të jemi njerëz të ndjeshëm. Ata e kanë larguar këtë për shkak se në fëmijërinë e tyre kjo do t'i lëndonte dhe ndoshta edhe nuk do të mbijetonin. Ata kanë krijuar atë programin me të cilin veprojnë dhe ju do të thoja instinktivisht veprojnë për çdo gjë, në çdo moment ata bëjnë sikur ata janë në rrezik, sikur tjetri don ata që ti bëj të ndihen keq, sikur tjetri është një armik, sikur tjetri don atyre vetëm keq t'ju bëjnë, sepse ashtu edhe janë programuar. Unë do të thoja se në realitet është një dhimbje. Nëse shohim nga anja njerëzore se si është e mundur narcistët në një moshë, sepse narcistët nuk krijohen në moshë të rritur. Ata janë krijuar diku nga mosha 3 deri në 9 vjeç dhe do të thoja se sa është e dhëmshme kur kujtohesh se si ata
i kanë thënë lam të mirë vetvetes asaj që na bën neve të jemi njerëz të mirë, na bën neve ta ndjejmë tjetrin dhe përderisa ti nuk e ndjen, nuk e din se si ndjehet tjetri, ti je vetëm në atë, do të thoja në atë modusin që të tjerët, unë duhet të mbrohem nga të tjerët dhe nuk e kanë asnjë mundësi që ta dinë se çka ose si ndihet tjetri me veprimin e tyre. Dhe unë mendoj se ata nuk e bëjnë, nuk e planifikojnë asgjë dhe çdo gjë që ndodh automatikisht, ndodh aty për aty dhe ajo që neve mas shumti na lëndon është se ata nuk e kanë atë mekanizmin që pastaj të reflektojnë, që pastaj të kërkojnë falje ose thjesht të pranojnë se janë ndryshe. Do të thoja se ata janë një mall i dëmtuar që është dëmtuar në fëmijëri dhe nuk mërziten se si ndihet tjetri ose çka mendon tjetri, sepse nuk e kanë pastaj atë programin që ata t'i bëjë të ndihen keq. Dhe unë mendoj se nuk ka asgjë më të dhimbshme, po e them edhe një herë se sa të jesh, se do të thoja që narcizmi te ne në Kosovë dhe Shqipëri ndoshta është një problem kulturor, do të thoja, sepse ne edhe jemi rritur shumica në ato rrethana me prindër të tillë, ne mund t'i romantizojmë prindrit tanë sa të duam, mirë po në realitet në shumicën e familjeve ka pas narcizëm pur. Dhe askush nuk ka qenë në gjendje që ta demaskoj ose të flas për narcizmin. Edhe sot e sa vite kur bota, po thuaja në gjithë botën tani mo veç njerëzit kanë shumë njohuri për narcizmin, dinë, mirë po tek ne ende janë disa figura të shenjta, do të thoja rrënja e narcizmit ku janë prindrit, askush nuk e merr guximin të dalë dhe të thotë se po. Pikërisht aty e ka atë gjenezën, pikërisht aty edhe fillon narcizmi. Mirë po nga dashuria që ka prindi, fëmiu ndaj prindit, pa marrë parasysh se sa toksik është nëna ose babai, askush se fëmiu nga natyra edhe psikologët e thonë këtë se fëmijët gjithmonë e marrin fajin mbi vete, pa marrë parasysh se çka ju ka ndodhur ata deri në vdekje, nëse nuk mësojnë çka është narcizmi, nëse nuk mësojnë se çka është kur dikush është ndryshe, kur është dikush i krijuar në atë mënyrë, ata do të mendojnë se vetë janë fajtorë dhe vazhdimisht do të ndihen të turpruar për gjithçka, do ta mbarrin fajin me veti, nuk do të pushojnë kur së dashuri prindërit e tyre përderisa veten e urrejnë. Kjo është gjëja më e dhimbshme që mua më së shumti më pengon, është që duhet të flasim hapur, duhet të themi hapur, përvojat tona për shembull që i kemi pasur, nuk duhet unë nuk them se duhet ta marrim tash një kallash dhe të dalim e t'i vrasim të gjithë narcistët çka e kanë rrethuar jetën tonë. Jo, në asnjë mënyrë, sepse në një mënyrë edhe ata kanë qenë viktima të dikujt dhe edhe ata janë krijuar për arsye të veçanta dhe ndoshta truri nuk mund t'i përballoj mënyrën se si ata janë krijuar, mirë po duhet pranuar. Pranimi është gjëja më shëruese, duhet pranuar se gjërat kanë ndodhur pa zbukurim, pa romantizim, pa thënë nëna ime ose babai im ka pasur edhe ai ato peripecit e veta, është rritur kështu, është rritur ashtu. Jo, duhet pranuar, okay, është rritur si është rritur, ka përjetuar gjëra të tmerrshme, mirë po secili njeri i rritur e ka mundësinë që të reflektoj, e ka mundësinë që t'i thotë jo dhunës ose jo dëmtimit të tjerëve. Andaj edhe
Unë mendoj se sa po ne ta pranojmë se ka ndodhur këto gjëra, pranimi asgjë tjetër, vetëm se ta pranojmë se kanë qenë reale, dhe kur jemi të sinqertë në vete për dhunën për si psikologjike, si kur atë dhunën fizike ose të gjitha llojet emocionale do të thoja që i kemi përjetuar, duhet pranuar se ka ndodhur. Nuk duhet gënjur vetveten ose zbukuruar, romantizuar si thash. Thjesht pranimi dhe kur e pranon e din dhe nuk lejon më në asnjë mënyrë që të dëmtoj tjetri dhe thjesht ti nuk reagon më me ndjenjen e fajit, sepse ti kur e ke ndjenjen e fajit që të është mbjellur, ti je vazhdimisht do të thoja ushqim i pandërprershëm po narcist, do thoja sikur ai peshkaqeni që është në dejtë dhe sa po e sheh gjakun ai do thoja që është në sulm. Po ashtu edhe ata narcistë që i kemi pasur në jetën tonë, sa po të na shohin se ndihemi fajtor, sa po të na shohin se ndihemi keq, sa po të na shohin se nuk kemi fuqi t'ju kundërvihemi ose nuk kemi ndihemi do të thoja në faj, ata nuk do të pushojnë kur dhe çdo herë deri sa ata edhe të arrijnë një moshë do të thoja shumë para vdekjes do t'jenë, ata nuk do të pushojnë duke të torturuar ty, duke të bërë gjërat më barbare që din t'i bëjnë, fjalët më lënduese, sepse ata e din se ti nuk mundesh që të mbrohesh, ata e din se ti gjithmonë ndihesh fajtor dhe luajnë me emocionet e tua, sepse të kanë studiuar, ata të njohin ty më mirë se vetën do të thoja. Andaj edhe kanali im quhet Ta njohim narcizmin, se vetëm kur e njohim ne edhe mund të mbrohemi. Unë ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të mirë me disa pamje nga një park këtu afër ku unë punoj, i Sindelfingenit të Gjermanisë, ku unë me të vërtetë e ndjej paqen këtu dhe ndihem do të thoja frymëzuese dhe kur kam kohë bëj edhe videot e mia. Unë ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të mirë. Ju lutem shpërndani videot e mia dhe bëni like ato për shkak se ju ndihmojmë të tjerëve, jo vetëm mua, por edhe të tjerët, pa marrë parasysh se ku dhe në çfarë zona njerëzit ndodhen, mjafton do të thoja që ta kenë tani një kënd vështrim ndryshe, ta marrin edhe ata një mundësi do të thoja që në jetën e tyre t'i shohin gjërat ashtu realisht se siç janë, e jo në iluzion, jo të jetonin në atë ballonin do të thoja në atë botën e iluzioneve që na i kanë krijuar ata me të cilët ne kemi kaluar jetën. Unë ju përshëndes edhe një herë, faleminderit shumë që më ndiqni.